Miqtë e mi, jemi në terminin e rregull me ftohtë e nxehtë, do të jemi bashkë për 1 orë e 30 minuta, me ato çfarë kemi përgatitur për ju, e sot do e kemi bashkë super flak, sepse do të flasim fillimisht për filmin Era, i cili së shpejti do të ketë premierën e tij në festivalin e filmit në Brooklyn, në New York, në Amerikë. Unë kam kënaqësinë që sot me ne do të jetë Parta Kelmendit na flas për filmin, si filloi, si ka shkuar xhirimet e tëra kjo dhe rruga për në Amerikë. Pas pak do t'jetë me ne Parta, më pas do t'kemi të ftuar dhe do t'kemi një debat shumë të nxehtë që do të flasim për showbizin, këngët. Do të flasim për ato këngët që shpeshherë themi e kemi dëgjuar dhe diku tjetër këtë këngë, kështu që do të bëjmë këto lloj krahasime që tani nuk po i zbuloj, sepse do doja që të dielëm bashkë të nisim me muzikë dhe sot në ftohtë të nxehtë me ne është, po e them kështu, familja që e kemi pas edhe një të dielë së bashku, jemi kënaqur që besa me zajën e tyne, kështu që tani edhe këtë dielë me ne është familja Musliu. Loreta, si e? Mirë, faleminderit Granit. Faleminderit shumë që je pjesë me ne. Babi, vllau, mirë? Po, mirë. A jemi gati që edhe këtë dielë me kallë që shdim ne? Me cilën këngë po e nisim? Po e nisim me këngën e Eli Mala, Jeta prap vazhdoj. Do dhe çka ndodhe? Po nisim me një balad. Oke, po e nisim me balad sot, po e nisim pak më qetë. Çka do që ndodhë një jetë, jeta prap vazhdon, ka thënë Eli, dhe është më e mira që gjejmë energji pozitive për të vazhduar. Kështu që po e nisim me këtë këngë për të vazhduar më pas me mysafir, me këngë tjera, edhe të shohim se çka ka më na zbuluar dhe Loreta pas pak. Shtratin të vjetër, do të ndaj me dika tjetër, por imazhi
tash më shfaqet dhe pse s'dua, nuk është strat më puthje mua, dëshmitar shtrati do bes, se më ka thënë shumë herë të dua, dashunia kur nuk vdes. Tani është koha se të vazhdojmë bisedën tonë, ashtu si që edhe tregova në fillim që kam kënaqësinë që do të flasim, sepse ditëve të fundit po e nis kështu realisht. Kemi parë një trailer që nga momenti i parë që e kemi parë na ka bu për vete, sidomos historia, tema e këtij filmi, që do të shfaqet së shpejti. Kështu që unë kam kënaqësinë që me mua sot në ftotën nxehtë është regjisorja e filmit, Parta Kelmendi. Parta, çushje? Mirë. Faleminderit shumë që erdhe fillimisht. Se këta që rrinë mbrapa kamerave është shumë vështirë me i bindë, me i thonë hajde një intervistë. Në vërtet. A e lodhë për të pësë fillimisht kështu prej krejt angazhimeve dhe punëve? Jo më lodhë veç kur shpërblehet puna, ma ndi është kënaqësi. Ku mos mu shpërbly kur filmi premierën do të ketë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Amerikën e largët, kështu që ja ke nisë mëse mbarë. Po, mendoj që po. Pelojmë pak festivalin, sepse po du me anis prej ati momentit që është lindi ideja për me fillu, me bo filmin Era, me atemën shumë ndishme që kemi kalu. Po, realisht vjen një kohë edhe një moshë kur njeri ja nis me reflektu për jetën e vetë. Edhe për mu ka qenë, sidomos kur kom fillu me punu, ka qenë, kom fillu me reflektu qysh jemi rritë. Edhe sot ku fizum kemi qenë gjatë kohës kur jemi rritë. Qysh nuk kemi pas kur gjohë, qysh dëshira jone vetë me ka qenë me dojë jashtë për me mujtë mu shkollu ose me arrit diçka për me pas në i farë perspektive. Edhe kom fillu me analizu edhe kom menu që është një temë e cila na prek gjithve, edhe një situatë e cila na ka ndiku të ne për na mu formu kështu që jemi sot, na si shoqni, si individ, edhe thjesht ka ardhë era. Pse Era? Era i ka disa kuptime, do më thonë era që frynë, një periud që kalon, një erë e rejnë cilën po hymë, kështu që për mu ka qenë pak edhe metafor, po sidomos është shumë rëndësi është personazhi i filmet, personazhi kryesor që luhet nga Zana Berisha, një aktore fenomenale, alo e rejnë karrierë, po që mendoj që ka me mri shumë largë. Era është një personazh shumë i fuqishëm, një vajzë e re e cila në kohën më të ndihshme, bota e saj shembet. Do më thonë është një vajzë për i Prishtinës, për i qytetit, edhe në vitet të 90-ta mbyllën punë, mbyllën shkollat, familja e saj mesin pa punë dhe humbin banesën, kështu që janë detyruar me shku në fshat të gjyshja. Edhe prej zonit që ajo vish fillon me kriju gjatë kohës kur është e re, kur situata është pak më e mirë në Prishtinë, ajo e humbë me zo, metaforikisht, e humbë zonën edhe përfundon e mbyllon në një fshat, edhe përfundon me sfida të mëdha të kërku me gjetë vetëm përsëri edhe zonën e saj, edhe lirinë e saj, që shi duhet çdo treo. Që ka nevojë. Shpesh herë, jo vetëm në vitet e 90, apo ndoshta edhe sot në 2025 hasim këto gjana. Fillove me u përgatit për filmat. Fillove me i zgjedh aktorët një nga një. Si ka qenë kjo procedura? Sa ka qenë e vështirë realisht me i zgjedh aktorët që t'jem pjesë e filmit? Më tregu drejt, ne kemi aktorë shumë të mirë. Kështu që fati jonë, jo veç fati jonë për puna e madhe e profesorave në akademinë, edhe e gjithë aktorëve tonë, e ka bu që na me pas aktorë shumë të mirë. Kështu që nuk ka qenë shumë e vështirë për me thirë aktorët shumë të mirë. Pasi që aty një ka pëlqy skenarja dhe kam pranu, mandje ishte gjithçka shumë ma e thjeshtë. Kështu që filmi ka aktorët ma të mirë të Kosovës. E vërtet. Realisht veç për i trailerit, se alas kemi pas fatin me pa këtë filmin, unë tha që na ka bu për vete, dhe më donë s'disa erë vetëm trailerin e kemi pa dhe ne, po edhe me qëtan.
Gjatë kohës zgjerimeve, po du me ndalë të kjo pjesa, sa ditë kanë zgjatë zgjerimet? I kemi pas, gjerimet i kemi ndo në 2 pjesë, se na u kanë dash 2 stintë, kështu që i kemi gjiru 2 javë në dhjetor, edhe 2 javë tjera në prill. Edhe një ditë e kemi pas kur na e kemi prit borën, se na u duke një skemë për borë, edhe kemi me të këshyrë Kur po bjen borë, edhe kur e kemi nëzonë borën në qatë ditë. Më thonë një kongjende gatishmërie, realisht. Kështu që i bjen 14, 28 plus 1, 29 ditë. 29 ditë, okej. Cila është ai skena ose ai momentit që edhe gjatë realizimit i kanë bush sytë me letë? Edhe që e kënë nxjerrat më të mirën, do më thonë që ndoshta ke thonë, okej, kjo është. Po, nuk mëj me ndoni skenë, se për mu kjo film është shumë personale dhe shumë ka plot skena cilat kanë mujtë me nxjerrë lot her pasere në varët për periudave. Po është një skenë shumë e mirë, pa do është me zbulu filmen, është në brez erës edhe shpresës, gruz vllaut saj. është një farë dileme mes aty në dyjave si cila është ma e fort, edhe mendoj që ajo është një piskenave shumë interesant, po nuk du me full ma shumë se du një me këshu filme. Që shumë për në kur është arë parë, kështë të thonë, shumë apërëvis të shumë të atë pjesë, okej. Po besoj që keni pasë momentet bukra. Si në ato momente, mas nej atmosfera ma e mira është edhe para gjirime, mas nej gabimet e këto. Qysh kanë qenë kjo atmosfera mrapa kështu? Atmosfera mrapa ka qenë në tension, se kemi gjiru gjatë pandemisë, kështu që kemi pas problemet të mëdha. Jemi do është mu testu, jemi do është mu kujdes për gjithë shka, si të mës në dhjetor, ka pas edhe orë policore. Në përgjithësi, mirë ka shku gjithë shka. Ka pas momente kur edhe kemi festu, edhe jemi knaq, edhe ka pas momente kur jemi bu nervëz, është proces normal i punës. Unë e mendoj që kemi kalu mirë gjithë si ekip. Unë për vete jam shumë e knaqën me ekipin, e kom pas një ekip të më rekullushëm, nuk di, nuk kom fjallë. Para se me kalu tek ekipi, sepse kam diçka për ekipin, kisha dash me të pyet, me qenë se Kosova ka vende shumë bukra. Po sa është të vështirë me gjithë lokacionet për me gjiru një film? Problemi për këtë film ka qenë pak ma i madhe në lokacione, se është i viteve të 90-ta, e Kosova ka ndryshu shumë prej viteve të 90-ta. Fshatrat, sidomos, janë të ndërtu më krejt, fatmirësisht që janë ndërtu krejt, po neve na u duke një fshat i cili nuk është i ndërtumi, cili kështu që e patë më gjetë këtë fshatjen Hadem duket. është fshat i cili nuk është ndërtu se ka mu gërmu për qëmër. Kështu që shtëpit kanë qenë edhe nuk kanë qenë në sistem të vjetër, edhe kështu që për që ato edhe jemi detyru pak ma shpejt me gjiru se kam pas mu prish edhe ato shtëpi. Pastaj Prishtina ka qenë pak e komplikume, se kanë ndryshu sendet, po ne kemi gjithë Dardanin, e cila me gjithë ato e ka frymën e Prishtinës vjetër, ende. Si del Dardania, automatikisht e dinë që e vena Prishtinës. Kështu që mirë, nuk ka qenë letë, sidomos Prishtina, se ka shumë qarkullem, se në fshat e kemi pas ma letë, kemi gjiru më renda shtëpis, nuk ka shumë qarkullem, nuk ka shumë vetura, a Prishtina ka qenë pak ma komplikume. Po, mirë. A ka pas në moment të kjo pjesa që ke thonë, që a kësha dosh më ndërtu që të diçka shumë shpejt, vishë për me ndalë që ato që e kum para me nduën e me ndalë? A din qysh, kur delën gjirime, ndodhë diçka, një farë magjie gjatë gjirimeve, që shumë sene dolën shumë ma mirë se sa që i keme ndu. Sidomos kur është ekipe, në të njëjtën frymë dhe frymojnë, plus ne kemi bua dhe prova shumë me aktor ma herët, kështu që kemi qenë, të gjithë kemi qenë në atmosferën e njëjtë dhe në energjinë e njëjtë. Fëllëm zdi sa herë për ekipin, realisht e përmend ekipi, jemi knaqë, kemi kalu shumë mirë, një ekip super profesional që nuk po dyshoj.
Qysh mendon që nëse kisha tentuar me bisedu me disa prej aktorëve, çka na kishin folë për shembull për filmin? Për ty, për ditët e xhirimeve? Nuk e di, besoj që fjalë të mira. Me qenë se kisha lutë regjin, këto qaste je mundu sa do pak me I kontaktu, kemi bo një video për ty part, prej aktorëve, të shojmë se çka po mendojnë aktorët, ja kam parashtu do pyetje për rolin, për festivalin, për gjitha këto, pastaj çka presim prej era, sepse unë era po e them kështu e ka hap një derë për gjithë filmat që realizohen brenda Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë, që rrugtimi tjetë edhe jashtë rojeve shqipfolse, kështu që ne po I shohim bashkë disa prej aktorëve, po I dëgjojmë realisht një nga një, që t'i shohim pastaj çka kanë thonë ata. Përshëndetje gjithëve. Shpresoj që jeni mirë në studio, ju kërkoj ndjes që nuk jam prezent fizikisht aty për shkak se kam një premierë të premten dhe jam me disa prova në teatr, por përmes kësaj video, përveç se po ju përshëndes, po mundohem t'i them edhe 2-3 fjalë për filmin, edhe pse filmi tash e ka bo një copjet prej kur e kemi gjiru dhe disa detaja dhe janë harru, po kur kemi me pa filmin, besoj që kanë me na u kujtu dhe prapa skenat. Fillimisht jam shumë I lumtur që ky film përfillon jetën në një festival si që është Brooklyn Film Festival në New York, dhe po besoj që s'ka me pas të ndalëm në jetën e tij pas këtij festivali. Unë këtë film e du shumë dhe bashkëpunimin me partën që kemi pas janë disa arsye, e para ka qenë skenari, historia që në filmat tonë nuk e di se sa është prek historia e prindve, familjarëve, bashkëkombëtarëve tanë që janë largu nga televizioni I Prishtinës në atë kohë. Besoj që është një grup I caktuar që e meriton një vëmendje edhe një diskutim mbi atë histori. Po mendoj që kur e kam lexuar fillimisht më kalon shumë përshtypje, edhe po du me besu në filmin ende se kam pa, po du me besu që ka depërtu që ajo histori kogja prej vërteti ashtu si shka qenë. Unë vish pej trailerit të copëzave të vogla që pash, emocionova dhe mu rikthyn në kujtimet e xhirimit filmit, se filmi po është me dijom që për merë një kohë jetë edhe gjatë xhirime dhe gjatë montazhes edhe koproduksionit edhe tash kur po e kujtoj disa detaje I kam harru, po arsyeja tjetër pse jam qenë I lumtur këtë film ka qenë energjia, ekipa mirë, kasta, kolege, duke filluar nga Irena, Meli Qena, Kumrije Hoxha, Albanukaj, Zana, du me thonë kemi kalush jashtëzakonisht mirë në ekip, me partën ka qenë bashkëpunimi, jam I parë si regjizore, jemi njoft me erët si met, si koleg, dhe jam shumë I lumtur në veçanti për partën, për filmin e saj të parë, po ashtu për debutimin e Zanës, në film të gjatë me një rol, me një besim që ju ka dhënë dhe shumë besoj që janë dy shtyllat kryesore të filmit dhe një ndër pyetjet që më shtrove granitisht dhe aty dhe cili moment kujtohet që ka qenë një ndër momentet që më kujtohet gjatë edhe kur e pash trailerin ishte kur ishim në Obiliq, tek ato pjesë ku e bartin qymyrin, aty ishte një skenë, edhe me qenë se personazhi Im Fatosi jeton në fshatin e prindërve të personazhit të erës, si në atë kohë që ka qenë një lloj kështu prindët e mi insistojnë që unë të martohem me vajzën me Zanën, domethënë, dhe ata kështu përmes prindëve të Zanës shikojnë mundësinë me na afru neve dy, dhe personazhi Im shkon në natë dhe thirr atë vajzën, thotë erdha me thirr me shku me marrë qymër. Edhe të pjesa e qymyrit, derisa ngarkon qymyrin në veturi, thot atë martohet, ndërsa durët dhe ftyra janë me qymyr. Pra është një pjesë që kisha me thonë qesharake, po dhe tragjike që e spjegon një simbolik që e spjegon shumë pak dhemshëm atë kohë. Do më thonë, edhe nevoja për me kriju dashni, edhe nevoja për me kriju lidhje, ka qenë në një kohë si qaj
tymi edhe qaj qymyri jo Bilishit. Pra që kjo, nëse më kujtohet në diçka që edhe më ka prek, edhe më ka ba me qesh, ka qenë qaj koncept simbolika e qymyri që e ka fut porta. Ka pas shumë momente që kemi kalu mirë dhe ka pas shumë momente që na kam prek gjatë filmit, po qëta kisha me cek në ndër të tjera. Nuk po di tjetër qa me thonë, po besoj që shpejt kemi qenë në studio bashkë edhe kemi me bo muhabet ma gjatë për filmin. Po besoj pas premierës që vjen edhe në Prishtinë, kemi qa me folë. Ju përshëndes. Përshëndetje juve në studio. Ja filloj me kur e ku marrë rolin, kur më ka ofru parta rolin. Ka qenë shumë moti, ndoshta para një deceni ose edhe ma gjatë. Edhe unë kom qenë shumë e ri. Edhe jam shumë e lumtur që parta më ka pa prap në rolin e nonës edhe pse ka pas krejt drejtën e botës me më ndru, po prap ma ka ofru atë rol. Jam shumë e lumtur që kom qenë pjesë e këtij filmi, që kom pas edhe një eksperiencë tjetër me një regjisore të rej. Ajo është Parta, e cila është një prej regjisoreve që shumë let njëri mundet me punu, që është një knasi me punu, është shumë e qetë në set, është e din që ka dënë, edhe këto janë shumë veçorit mira për një regjisor edhe që e bojnë aktorin muni shumë rahat edhe shumë komod në procesin e filmit. Pa marrë parasysh brenda që ka ndodhë brenda regjisorit në këtë rast Partës. Të më thonë, ka qenë një përvojë shumë e mirë, edhe unë veç më i thonë faleminderit Partës që më ka pas parasysh edhe më kam bo pjesë të filmit Era. Tash i dëshiroj filmit Era një rrugtim shumë të mirë edhe shumë suksese në premier tash që kanë me pas në Brooklyn Film Festival edhe s'vedi veç sene të mira edhe shumë filma tjerë Partës. Faleminderit për ftesë që jemi. Përshëndetje Granit, përshëndetje shikuesve tuaj të Radio Televizionit 21. Dhe Parta, pas një kohë të gjatë, pasi që kemi mbaruar xhirimet, kaloi një periudhë kogja e gjatë derisa filmi përfundoi montazhin edhe postproduksionin, u bën gati 3 vite, nëse nuk gaboj, edhe lajmi që premiera e filmit ton, Era, po jepet me një festival ndërkombëtar jashtë kontinentit tonë Amerikë, mu më gëzoj shumë. Më gëzoj se për arsye se këtë film nuk është vetëm diçka që e kom bo si punë përditshme të profesionit tonë, po ka diçka dhe intime që jam i lidhur me të, për periudhën të cilën ndodh ngjarja në film. Gëzohem edhe me kurreshje të madhe pres se si do të reagoj publiku në Amerikë, sepse është një temë që na takon ne, një periudhë e cila nuk është fol shumë mbas luftës të ne, është periudha para fillimit të luftës, do të thotë viteve të 90-ta deri vitin 98 kur kanë filluar edhe trazirat e para në disa pjesë të Kosovës. Skena më emocionale ose më sfiduese për mua gjatë xhirimeve kanë qenë disa skena. Me qenë se dhënë edhe Parta jemi fëmijë të gazetarëve, prindi kemi pas kolegë gjatë asaj periudhe, ku kanë dhënë një kontribut jashtëzakonisht madh për ta çuar ashtu çështjen e Kosovës viteve të 90-ta. Ne jemi rrit në atë atmosferë ku gjatë 24 orëve 20 orë janë dëgjuar lajme të ndryshme rajonit, botës, kush çka po raporton për Kosovën. Ne fëmijët gazetarëve edhe direkt ose indirekt deshëm ne apo jo kemi qenë të inkuadrum
në zhvillimet politike në atë kohë. Më kujtohet ajo skena kur se më kujtohen edhe disa familjarë të mi, miq të babit edhe të mamit, edhe me siguri edhe partës i kujtohen, kemi biseduar shumë për atë kohë periudhë. Më kujtohen ato dhuna që është përdorur në radio televizionin e Prishtinës, kur janë nxjerrë me dhunë nga puna gazetarët, kameramanët, montazherët e kështu me radhë shqiptar. Edhe skena ku unë dal nga Radio Prishtina, edhe Zana, aktori, apo Era, emri karakterit në këtë film, më pret përpara, ka qenë diçka që më ka kthy mbrapa në ato që i kom pa në viteve të 90-ta kur kom qenë 14 vjeçar, 16 vjeçar. Ka pas shumë skena, po ndoshta ato e mbaj mend se ishte i ndërtuar me kordoni policisë aty me ato uniforma që i përkasin asaj periudhe, edhe deshet jo apo jo një farë lloj emocioni e zgjon patjetër. Edhe pse ngjarja është goxha tragjike, ta quaj ashtu, dramatike, ne kemi bërë shumë humor gjatë xhirimeve, në shesh xhirimit. Konflikti në Kosovë ka filluar atëherë kur ka filluar me trokit Sahati në CNN. Do të thotë viteve 98-99 kur kanë filluar konfliktet e para të armatosura. Edhe ajo periudhë e sistemit paralel, shkollave, atmosferës të brendshme, emocionale, ka qenë disi e lanën e marginalizume, e lanën në harres, edhe unë personalisht, edhe intimisht, edhe si aktor edhe si njeri e kom ndi si diçka shumë të rëndësishme me vu në shiret filmik apo si ta quaj tash. Ju dëshiroj ata që shkojnë në New York, Brooklyn, ju dëshiroj projekcione të këndshme edhe pyetje përgjigje me publikun të këndshme. Edhe mezi po pres që edhe ju me pa filmin, e mezi po pres që edhe me qenë Prishtinë me ju ta festojmë së bashku. Me partën me punu ka qenë shumë kënaqësi. Parta është jashtëzakonisht e përkushtuar edhe është shumë e hapur në bashkëpunim, që është shumë e rëndësi. E kemi gjetë një lloj komunikimi që është në fillim të periudhës provave, edhe derisa kemi dalë te seti i xhirimit, në vetë kishim të shtjellu me krejt konfuzione që i kishim me skenar ose me diçka tjetër. Që dikur në set u bo një farë lloj komunikimi jo verbal, thjesht po, jo, Po ma e rëndësishmja është që parta më ka ndihmu shumë edhe si aktore. Thjesht më ka shty me shku ma thellë në emocionet mia, me ndëgju instiktin tem, me qenë ma e sinqert me lojën tem. E kjo është shumë e rëndësi edhe ka qenë shumë frymëzuese, që më mërmendje që edhe ka reflektu shumë te Era. Skenat e tilla ka pas mjaftueshëm te filmi Era, po një që më kujtohet edhe më mërmendje ka më kujtu krejt jetën është qysh ditën e parë xhirimeve. Skena e parë që kishte qëllu në Kallshit ka qenë skena që unë ja kam bajt mas shumë t'i gajlen gjatë krejt procesit provave me partën edhe me kolegë. Tërë ka qenë një skenë ku era kupton një të vërtet të hidhur për një person që ajo nuk ishte kohë që e ka njoft, po e kishte bërë shumë të dashtun tash. Edhe ajo e kupton një të vërtet jo shumë të mirë edhe totalisht ja rënon imazhin që i kish kriju për atë person. Ka qenë një sfidë e madhe me hy me një herë në gjendje. Thjesht kërkoj ke shumë ndjeshmëri, shumë thellësi edhe thjesht përballje me një realitet të hidhur. U gëzova shumë, u emocionova edhe keni falloj vlerësimi shumë rëndësishëm për krejt punën që kemi bo si ekip edhe të marrë parasysh që Brooklyn Film Festival është një platformë shumë e respektume. Unë po ndina shumë krenare që Era ka me pas premierën atje.
një moment i veçant për mu, ka qenë një natë kur kemi qenë të gjiru dikun jashtë me një makinë, ka qenë shumë ftoftë, kemi qenë presion të kohës, të motit, edhe thjesht ka qenë situata pak stresuse, po për një moment e kam shiku orën, edhe ora kish kalu mes natë. Edhe ishte ditëlindja jeme. Thjesht ka qenë një ndjesi shumë interesant me prit ditëlindjen tonë dhe me një ambient të tillë, me një energji krijuese. Është një mënyrë që kisha dashur me i prit krejt ditëlindjet e mia. Po, është moment i vogël, po për mua ka pas shumë peshë. Veç kisha dashur me i falenderu krejt ekipën që e kam bërë të mundshëm këtë projekt, edhe posaçërisht partën e kam falenderu edhe vazhdoj me falenderu për besimin që e ka pasur në mu, edhe natyrisht edhe pjesën tjetër të kastës për krejt ndihmën, mbështetjen edhe atë ndjenjë sigurie që ma kanë falë gjatë krejt procesit të filmit. Era është një pjesë shumë e rëndësishme për mua edhe mezi po pres me nda me juve. I po disa prej reagimeve të aktorëve, mundu me i sjell realisht edhe në studio, po të gjithë në zonën me punë, kështu që fillimisht para se me dëgju partën çka po thot për këto fjalë, unë kisha dashur me falenderu shumë Albanin, zonën, Irenën edhe Armendin për kohën, gatishmërinë, që me qenë me një farë forme pjesë e ftohtë e nxehtë dhe bisedës tonë me partën. Partë kryesisht fjalë super të mira, domethënë për këtë për asaj që janë aty e folë, dëshmunë edhe aktorë. Cilin prej këtyre të katërve e dëm pak ma shumë? Se po të ngutë që ta është pak. S'më i ndo, me të kallë të drejt, edhe i kom mis gjithë, edhe i kom mis shumë të mirë, se cili është aktor ma i mirë se tjetre. Zonën e kom pak ma në zemër, se zona kom i qenë gjithmonë në zemër për mu, se ka qenë edhe roli i pari sa i gjatë. Kështu që edhe filmi jam i parë, kështu që... është një farë energjie ndryshe. Okej, po du me kalu tek një pyetje tjetër. Sa është e rëndësishme për ty që producente e filmit është Afërdita Saraqini? Si është kesh nënën producente? T'jep më shumë kënaqësi, përgjithësi, stres? Realisht unë e mësu nënën teme, më pas shefet e producente të njëtën. Kështu që nuk ka qenë në ndryshim i madh. Po mirë, jo mësu, po të thëmë, nuk di që me thonë. A të më thonë nuk pat në ndryshim të kjo pjesa e filmit? Nuk ka ndryshim, është e rap të më punë, si zakonisht, kështu që... Super e rap? Po edhe unë besoj që pak i kom në gjoha asoj, kështu që nuk ka pas nevoj me qenë e rap në taj meje, i kom kry punë të mija. A e keni pas që tash po flasë në aspektin profesional? Po. Më thonë, regjisore dhe producente në e moment që, për shembull ti si regjisore ke kërku këta, producenta ka thonë këta, kemi pas në kësi momenti? Jo, nuk kemi pas. Se për ndryshe, nane bi, kuptohet që e din e nxinin njëra tjetër më mirë se që duhet. Jo, nuk kemi pas, kum pas përkroja shumë të madhe. Po menoj, po s'qinon, kum pas përkroja shumë të madhe prej në sënishet në përgjithësi. Ne përshëndesim ditën tonë, i themi ne, sepse është drejtoresha jonë një kësisht, po ne po e vazhdojmë tek rrugtimi i filmit. Si e prite këtë nismën që filmit do të niset për në Amerikë? Premiera ati do të shfaqet jashtë rrojeve shqiptare. Po, realisht na e kena prit premierën me qenë jashtë rrojeve shqiptare. Kemi apliku në për festivale, dhe ky ka qenë festivali i cili na ka jap shumë gëzim. Ju ka pëlqy filme shumë, edhe ne kemi qenë të lumtur, normal, që ju ka pëlqy filme. Tash kemi shansën me shfaq premierën botërore atje. Jam shumë e lumtur se është në një vend ku ka shqiptaro-amerikan shumë. Edhe po më vjen shumë mirë që më i mendo këtë temë me një publik i cili e kupton ndoshta, me që e ka përjetu në një farë forme një situatë tillë, po besoj që edhe për publikun ndërkombëtar është film shumë interesant. Që me pa dhe çka kalu vendin realisht një super mesazh. Po, por gëzimi më i madh ka qenë që është New York edhe New York ka shqiptar shumë, kështu që shpresoj që i blejmë biletat dhe vinë me pa filme. Biletat më kanë dalë në shitje? Po, biletat janë online në shitje, në faqen e Brooklyn Film Festival, blehen online, $18. $18, na po i bëjmë thirrje krejt mezhve të në Amerikë, me qenë se Radio Televizioni 21 është në çdo shtëpi atje, online, $18,
e shini një super film, edhe na qoni fotografit për atje që edhe ne t'i bëjmë share këtu, se kështu me folë ta është drejt, po jëm pak gjelaz. Hajde. Ata me pa filmin para neve. Kur këna me pas fatin edhe ne që më ullë me pa filmin e më shfaq në vendin tonë, Kosovë, Shqipni, Macedoni. Planifikimi është prej tetorit me fillu në për kinemat tona, që i bjen diku ka tetore me fillu në Prishtinë, pastaj në Macedoninë e Veriut edhe me kalu edhe në Shqipëri. Mandej ta shohim, do shta mujmë shku edhe në Evropë me ndonjë kinemat. Por ende nuk kemi kur gjo sakt, po që prej tetorit shpresojmë që vjenë në Prishtinë në për kinema. Tash momentalisht do t'i ndjekim vetëm festivalet, deri në tetor, e pastaj do t'a bim edhe premiera për publikun tonë. Diçka që, po, edhe onë me nëzë po pres, se është një historia cilën mujë më ndo bashkë, me njerë që të kuptojnë mas shumëti, me njerë që li prek, edhe besoj që shumë prej popullit tonë kanë me gjithë vetën, njonin për karaktereve barem. është e sigurta, me qenë se e dim, ndoshta dhe generatat që janë më të vjetra se ne, që ka kanë kalua, shu që me dëmës kanë me gjithë vetën në atë pjesë. Po edhe trit, edhe ata që kanë linë mas luftës, janë ndikum, i kanë historit që i kanë digju për prendve, për gjyshëshve, kështu që besoj që ju intereson me po një atmosferë në për çka kanë kalu prendët e tyne. Po pak është edhe një farë mesazhet që ndoshta ka edhe tri që sot ballafaqohen, ndoshta jo komplet me atë, po ndoshta me një pjesë të temës që edhe sot, edhe në 2025 të kemi ato vështirësi. Po, besoj që ka, sidomos se filmi e prek pak edhe temën e patriarkalizmet, se në kohëna atë më të vështira, njeri u kthehet në atë që kupton mas mire, dhe në cilën menon që njët ma e sigurt. Dhe kështu që ideja ka qenë që e gjithë familja kthehet në një farë tradicionale për ta mbrojt vetën, ajo tradicionale a ngulfat edhe ma shumë. Edhe ja u mbyt zonën edhe ma shumë. Kështu që kjo tradicionalja po mendoj që vazhdon me na mbyt në shta zonën ende. Në shumë vend. Po. Okej, a ti po besoj parë që e ullë, e ke pa filmin për fillimit dhe në fund, kështu, a e ke pas atë momentin tënë, kështu, po flasë vetë për herën e pa. Shumë herë, kom po. Du të marrë me nejtë, një dytë parë me ma shumë filmin. Ja, ma mirë, në kine ma mirë. Momentin e parë kur e ullë dhe ke pa filmin, do më thonë, të kompletum, në aspektin vizual, qka i ke thonë vetës në ato moment? Nuk e di se e kom pa qatë shumë, edhe ma ndi mas një kuhe fillon me të duk njejt edhe ki qef me marrë mendime për tjerve. Po, zakonisht mendimet për tjerve kanë qenë të mira, unë e kom qenë e knaqën, më përgjithsi, edhe endve me knaqën, tash jam edhe ma e knaqën me tregu drejt, se kom pas një farë distance kohore, e kom lumë vetën mësë me këshyrë një filmen, që ma ndi kur tash me po me një sy tjetër. Edhe tash po më pëlqen edhe ma shumë. Pse ka ndodhë kjo distancë, do më thonë, me qenë se ka njës para sa viteve po i bjenë që ka njës gjirimi? Do më thonë, pandemia bjenë 4-5 vjetë, kështu mas nej, okej. Vendose vetë që mos me e përgadit, apo e prit e momentin kur, do më thonë, ti vjenë energjia për me klasu pas nej? Jo, është proces shumë i gjatë i punës, realisht, dhe me vitet tona të shkojnë, edhe ti jetë me të njëjtën temë krejt kohën të umarë, edhe njeri u ka nevoj mu distancu për me mujtë ma ndej me shiku pak ma objektivisht, se kur e shikon subjektivisht, gjithmon i din. Kështu që vynë një farë distancë për me mujtë me po ma ndej me sy tjetër, me po ma objektivisht, me po nështë ta qëshishe publiku. Po besoj që këtë lumëturin tonë dhe që e kemë momentale, dhe me thëmë, po e ndajmë, e kemi edhe ne, sepse vetë fakti kur jemi shqiptarë dhe e shojmë dikë një sukses të tilë, kuptohet që zemrana bëhet malë. Po du prapë me undalë pak të familje. Kur e keni pa filmin, cili ka qajtë ma shumë? Dita a Florin? Jo, nuk e di, se une nuk e kom këshyrë filmin bashkë, jo, nuk e kemi këshyrë bashkë.
e kam kështu se cili për vete, kështu që... Thirë mi pyta ta dytë. Kështu që nuk e di. Nuk është ideja veç me qajtë, është ideja... Edhe më fund që me te pat ndjesin e forcës edhe lumëturisë. Po filmi ka shumë dashni në familja. Mrenda familjes, karaktereve familjes në film, ka shumë dashni, pos konflikteve që janë të mbranshme ka shumë dashni. Dhe që dashni menoj që përcjellët edhe të publiko. Është një farë konflikti për shkak situatës, se cili mundohet në mënyrën ma të mirë që ata din me te kalu qatë situatë. Ma ndja aty generatat ndryshme konfliktet ndodhen mes familjet. Po dashnia vrehet shumë në familja. Vrehet, sidomos Albane, Ukaj, është një babë, shqiptar, shumë ma ndryshe se babat shqiptar që jemi mësu me i pa në për filma. është një babë që mbet në një shtëpi me plot gra të gjeneratave të ndryshme. Të me thunë, nana e ti që është gjyshja, është vajza, është vajza e nusja, është gruja e ti. Kështu që e mbane ru një farë qëtësie për mës me eksplodu dhe mës me shpërthy në mesin e krejt. Nuk po du me spjegu shumë për filmen, kështu që... Moment që fjanisë me folë për filmin, automatikisht më i film. Kur përshot që po spjegoj ma shumë se që duhet, po du na më nojnë. Këtë dësh me nga zbulu, sa zgjatë filmi? Filmi zgjatë 93 minuta. Dhe më thonë 93 minuta, në tetorë në Kosovë këshim, në Amerike keni rasin me pa tajnë në festival. Qka pas erës? E di që ke mu kone në zonën me festivale, me premiera, me gjitha këto, për të ka shku mendje? Ke fillu pak? Po, kom fillu. Jam të i mendu disa tema. Hala nuk jam përcaktu në cilën, realisht. Se është një kohë e gjatë e jetës cilës dush me u përkushtu. Tjetës tënde që dush me u përkushtu që asaj teme, që atë dush me jetu me që atë me të njëjtën temë, se me thonë 3-4 vite, minimume. Edhe me që është proces qaq i gjatë i punës, po më duhet me këshyrë qëfar teme. Kisha pas shef diçka ma të lumëton me punu, diçka që na gëzën pak ma shumë, nështë mi haru pak dramat në për të cilat kena kalu, të shohem. Po duhet të kjo pyetja pak që shumë e ndishme. Kjo pyetja e financave, mbështetje, krejt këto, në di që filmjera ka pas mbështetje. Sa gjeni për kraja dhe mbështetje institucionale për realizime e një filmit? Në më thënë, ti në këtë rast, po edhe regjisor tjerë. Filme është shumë e shtrajt. Kështu që sodo që keme për krahja nuk mjafton për me bo film. Por, qendra kinematografike e Kosovës është të punu shumë mirë edhe i subvencionon filmat kosovar. Dhe për këtë arsye dhe kemi sukses ka shmadh me filma. Pasoj kemi pas financim edhe nga qendra e Macedonisë, e filmet Macedoni. Një pjesë e financimit ka ardhe prej RTV-n edhe prej Smart World TV, kështu që e kemi kemi arrit. Na kena pas probleme me buxhet se kur kemi fillu me gjiru, filloj lufta në Ukrainë, kështu që krejt çmimet fillon hypën. Kështu që buxheti na u ndryshu komplet, u desht me gjetë fonde tjera, duhet me përmend edhe X-Fisin pa tjetër, i cili na ka hek naftën dhe shpenzimet e naftës edhe të benzinës. Kështu që mirë, vështirësi ka gjithmonë, po e rëndësishme është me dash punën edhe me përfundu t'jena mësu ka pak tu e harnua, tu e shtry dhe aty, po me rëndësi është me u kry punat që shdojt në fund edhe më ullë me e pa 93 minutat e filmit era. Na të regove pak sa që e ke njës me mendu edhe këtë pjesën se qfar tema pastaj me sjell. Qysh e she komplet filmat që për realizohen me në Kosovë si regjisore? Po edhe ndoshta, serialeve s'po të pës, vetëm filmave po të pës. Ne jemi të punu filmat mirë, shumë të mirë. Kjo të regon edhe me suksesin ndërkombëtar që filmat po e kanë. Kështu që besoj që kjo nuk ka munal, kjo ka me vazhdu. Dhe sa ma shumë kena me pas
subvencionime edhe mundësi prej qendrës kinematografike dhe Ministrisë Kulturës, aq ma shumë do të mujnë me punu edhe me arrit. Kështu që... Arti është zoni ma i bukur për më dëgju anën ban botës. Po. Part në jena drejt fundit, e di që të këmajt ma shumë se që kena diskutu Nuk mu dëk, merë shumë shpejt që ka dëmë. Kjo është energjia ma e mira që e kemi. Na premtove që në tetor këna mujt me pa filmin. Po kësha kërkut në edhe na i pjesë për shumë me pas edhe në atë radio televizionit nisteni me shfasna për media pas taj, këto për ta bëj kërkes ekstra. Filmena? Po, pjesë të filmit, jo gjithë filmin, kuptohet. Dukuruar që filmit këtë suksesin e ti në festivalin në New York, edhe njerë mësë haroni krejt Shqipet e Amerikës, për e them kështu, mësë haroni me bleti ketën edhe me shku me pa një super film. Po them super film, sepse traileri nga ka bo me dash për tash edhe parta që nga të regoj në pikat shkurta, jo shumë, nuk nga ke detaje, nga ke mikenal detaje. U muna isha me nalë kërë është isha që po foli ma shumë se që duhet. Kjo është dashnia, se të ngëre mas e dashnia me folë për ta. Partë fajmderit shumë, që ishe pjesë FT8, fajmderit për filmin Era, po të them edhe unë kështu, që të urojmë suksese në festivalin e filmit në Brooklyn Film Festival, kështu që mës ta nga të rëj, edhe urojmë që të nasjellësh gjithmonë filmat bukur që t'i shohim. Faleminderit shumë faleminderit prej josh edhe për kohën edhe gjithë shka. Graci. Tani të doja që bashkë me miqtë e FT8 ta shohim trailerin e filmit Era, e më pas këthejmë edhe të vazhdojmë me FT8. Pristina po mbushet me forca ushtarake. Tensionet janë rritje qysh nga heqja autonomike. Do të më shu banesi. E ku kena më shku? Në katon ku tjetër. Ta ko me bomër unë në katon? Së kam besua që ato më duket. Më duket si në konë në najtë fejnë. E di që s'kom pregadit për këtë situatë. Jo më me të rritë për një botë më të mirë. Alo? Po, mos me në thirë. Ki ndryshu. Që të shka ndryshon të në konë? Unë jo. Atër dusho të me ndryshon. Se një policia i shku shlirë pra ne. Duna me martu Fatosin sa më shpejt. Dhe i figjonin dash ta këqyri. S'pidel farë në fake Fatosin. Kime mu sonte. S'po më me besu që ke bo për kësa shqike. Kësha lutë mësë më më përzi. Shqika jeme unë e duka. Që tash më nësh me mbrojt. Era, shko kjo s'jele kështu!
qaj veç fatin tim, o jemi ranane. Asa shumë pas ka të ri, që i kanë shtin hapsane. Asa shumë pas ka të ri, që i kanë shtin hapsane. Po e vazhdojmë kështu ftohtë të nxehtë, pa u ndalur, sepse tani do e kemi super flak. Realisht kam 3 të ftuar, kena me folë pak për 3-a, pak për 2-tra, po kena edhe në fund një temë shumë të nxehtë që besa, sepse shpesh herë në rrjetet sociale, sidomos në TikTok dhe në Instagram, shohim këngë të ndryshme, pak shqip, pak me një gjuhë tjetër. Kështu që çka po ndodh me estradën? Kemi një nga këngëtaret e estradës, shumë të dashur, që ditëve të fundit realisht nga ka bu pak me vujt, po si do të qofë sot në ftohtë të nxehtë për janë nxjerrë edhe një pjesë tjetër, është Vjosa Emini. Vjos, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Po shkëlqen. Faleminderit shumë. Realisht atë këngën me ndjenja pa ndjenjat, kësha thonë sot me kluna i sen me xixa. Xixat janë në sipërfaqe, ndërsa ndjenjat janë brenda. Në rregull. Kështu që ndjenjat ka njerë është mirë mos me i shpalos, ka njerë është mirë me i mbajtë mranda, po se dita shuna... Kemi shpalos sot krejt koftë kësmet, plus e kemi edhe 2 super gazetar, njës showbizit eksperta, po them kështu. Me ne do t'jetë Egzona Shigjetëqi. Egzon, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, knatësi. Faleminderit shumë. Dhe Erdonit Hoxha, kuptohet që ku është showbizi Erdoniti, pa u koni përzim, nuk mundet. Okej, para se me vazhdu, zdi pse do të me dalë për skenarit që kam atë detune, ku e kam amig një mikrofon që, sot për kundrazi, kom vendosë me këndu një kangë. Zonja dhe zëtrin, rinë. Jo, realisht unë e mikrofonin e mora me këndu sot jo, po nuk mëj me vazhdu pa e nis me refrenin e kangës ma të re, që ka dalë me një super videoklip, një kangë suksesshme, prej Vjosës. Kënona kështu për qefje, masnej, nisja me nëzhe muhabetin, se masnej keme pas pun me ftof, po më doket. Sfidat i përbalojnë, edhe. E di. Më mirëja ty ku je, me atje tran që e ke, mos e merë qaf me shkatru, ja djek zemrën si kur mu. Më mirëja ty ku je, zemrën të mbend jo nuk e, kishe me ndu pak për mu, sot me mu kishe jetu. Qa ishtë këtë dashni? Po ka qënë trupi. A jena për këtë single qëtë? Jo. A jo? Une po. Une jo. Për që ata jo nuk pat kur fa reagimi, na krejt vojtëm. Faleminderit shumë. Faleminderit që na knove. Po e nisi me njëherë... Mersi gjithmonë me i shpalos projekte tona edhe me i këndu live, se zakonisht që zdem me në lorat, po prap unë dina mirë. Normal që nuk mëjna me ik pa e dëgju zonin tënë, për me vazhdu masë me tema, unë thash, po e nisi me kongë për me bua dhe ma nëzit. Se ftoftën sot për hekim. Po du me pyt Egzona, me qenë se Egzona... Pa nisim prej teje, qka ka showbizit, qka është ndodhë në showbiz momentalisht të kjo pjesa 2025-ës, hitet e verës, vera? Po me qënë se jemi në prag të verës, si që ceke edhe te, tashmë artistët kam filluar me publikimin e projekteve të reja, si zakonisht që ndodhë në verë, mësë shumë të këtë ku kemi pa edhe bashkëpunime, po më disa prej tyre që janë lansu, ka qenë një prej tyre Gjensila me Ledren, ishte edhe Tajna me Butrintin, e plot projekte të tjera, kryesisht që i takojnë periudhës apo kohës e verës, po përveç kësaj ka edhe balada, si që ishte kjo e Vjosës, kështu që është një miksemi të dyjave. A ma mirë verës balada, a ka nga ritmike? Po
Po normalisht verës janë më mirë këngët ritmike, për shkak që edhe klubët edhe frekuentuan pak më shumë kjo periudha e verës si që është, kështu që baladat janë më shumë për periudhën e dimrit, më duket. Qese tash pak është përzi, është boni Laramani shumë e mirë që unë ka ndodhë që kam lansu edhe balada verës, po është diçka që është mirëprit shumë mirë edhe kryesisht në për dasma shpesh ndodhë që më kërkojnë edhe balada. Jo, vazhdimisht, po në shtate premiatorte, sa po në fillim, apo në fund të dasmës. Ta ardhëni të navujme dhe verës. Po pa tjetër, po më duket që mësë shumë të kryesojnë të këngët e verës. Po, Exona është pjesa ritmike, do më thonë. Do më thonë, na të rejena single, kështu që Exona na kuptës. Vera pak më shumë energji, pak më shumë këngë ritmike, po ditë nëzeta kuptot. Përmende bashkëpunimet shumëta, po nikosisht kjo verë u konë edhe me rikëthime, se tasht këtë pytje nuk po e largë edhe pak vjosën për kësaj pytjes. Fero? Po, pra, rikëthimi Feros ka qenë një befasi, po mendoj për gjithë pasi që nuk e kemi pritur, se me largimin që e pati në vitin 2023 nëse nuk gaboj verës, tha që është pendu për të gjitha këngët e tekstit që i ka bërë deri më tani, dhe që normalisht nuk do të ketë më një rikëthem, po përderi sa u rikëthy edhe Fero, presim gjithë shka nga showbizi dhe nga artistët shqiptarë. Nuk ka ma asgjë befasi. Ndodhë edhe diçka që se kina me nunë që kina me po. U po një takim e shkur të fejzës e shërejt e belullit. Nëse dhe ato pajtohen, do më thonë... Ska ma përqamje në shokët. Direkt në bëj. Direkt në bëj, okej. Do më thonë shkurtja dhe shëretja, ja zgjatën dorën janë atjetër. Veç që në taku njëherë tash... Veç që në taku. Vetet për të pa a u zgjatë na i dora, jo. Vjos që shje karshi këtyne reagimeve, zgjatjeve duarve dhe atë mbetjeve kolektive, atë bjen për shambull me pana për gjirime ose koncertet ndryshme të shumë ta njerë që nuk flasin. Ka raste, gjë që është normale, pak është përkeqardhje, po është normale që me gjithë nështë ta nuk mund është me pas raportet e mira, biznesi është i tillë, dhe po, e rëndësishme është që me pas pa që sa ma shumë edhe me u pajtu është diçka shumë hynore dhe shumë njerëzore, që më mendoj që se cili që ka naj sakrifis apo naj mos marrëveshje, me u kthy në paqe dhe me vazhdu prap njëjtë nështë me qenë ma të lirë për pajtim edhe gjë që na e kemi si popull. A u pajtu Miria me Remzin? S'kam informatët. Kanë gjenë pajtu ma ato. Jeshtë ashtë të presin me thirë ndasë, më tash edhe Miria Korande. Se u luptojnë ma shumë. Na e kena profesion. Unë për plus këtas për vetë s'po folë. Na edhe kur jemi se ka ndodhë dhe më tonë e përmramja, po na i takem të punës të biznesit që kemi, ndodhë që edhe nëse nuk flasin, gjatë takimit apo gjatë ahengut që flasin, adin si përparsisht edhe nuk vrejt shumë që nuk kanë raportet të mira. A folti me krejt? Unë po. A je i sigur? Erdoneta është e sigur? Jo, sa është të pëqet, kështu edhe nuk është që është tip që më banë një notë me personajët tjetër. Maca njënë një vjosën është tip shumë i qetë dhe është kështu që i ofron njerëzit, që kjo është ajo përparësia dikuj që së mundet me pas si notë. Nuk do më thonë tash me pas raportet mirë me krejt, po të pak të një respekt kolegial me pas me zvejtje që kjo është qetë si suksesit. E vërtetë, shumë falimderit për fjallë të mira, po sinqerisht nuk po thonë fatë mirësisht, nuk di që ndodhë ma të tjerë, po runa kam shumë kujdes, sepse është diçka në kolektiv, do të me uqmu gjdo kolegë, edhe du të pak me urujt në raport të punës edhe nuk është e hishme, do më thonë, me ndodhë skandale apo mos marrëveshje që nuk na ka hije, po të pak të në me pas mirë, me tentu me majtë mirë, sepse ne jemi në funditës njerëz edhe dora për dorën ka nevoj, kështu që kur nuk dihet, kur kena me pas nevoj për një përqafim. Sepse bota shumë e vogël, edhe vendi jonë shumë... Edhe karma është shumë e fuqishme. Unë e besoj në këta edhe kam kujdes në ekstrem, sepse... Se erdhëni të na dull në rëming, tha diçka anglisht. Miro.
Kështu unë pju ndërprej, se po du pak halo nuk më dalë të ato pyetjet spicy. Po del. Jo, ka dal. Po du më ndalë pak të Dafina Zeqiri. Me qenë se ka qenë emri ma i lakuar Erdonit për shkak të shtatzanisë dhe mbajtjeve të koncerteve. Në më thonë është shkru gjithë shka poshtë e lartë për Dafinën. Qysh e keni pa, në më thonë, shobizi karshi Dafinës edhe kësaj koncerteve me barkun e rumbullakët, që u doke për mashallah kështu. Faktikisht më përshtypja më bërë një koment të dikuj që kështona kime linë, në cilën diskotek kime linë, dhe në është një farforme të regu se asaj që jetu e të pru me koncerte se nuk është ndoshta mirë edhe për shëndetin e saj e për shëndetin e fëmis me shku dikon ku ka zhurmë, dhe ka ndotja akustike, pastaj alkohol, cigare, këto tyma që ajo veç në njërë indirekte në është i bjen për me i pas, ose për me i përdolje të theme kështu. Mu nuk është që më ka pëlqy shumë, në reali është me qenë se është një periudhë që ndodhë ndoshta një herë ose dy herë njëtë edhe pse mos me shiju, po se nuk është Dafina si këngëtarit që është u dekë për pare edhe pa tjetër ju ka dashtë më shku, edhe sidomos të forma që shë ka ekspozu barkun, dyqysh na shqiptar jemi edhe kena qef pak më rujtë e pesynit ketë, se deshëm as deshëm, që ato e besojme edhe për qëta nështë a i shkon ma mirë që ajo me pas një pauzë. E ka marë pauzë. Po e ka marë mujnë e tetë. Po pse jo? E këzona, pajtosh me Erdonitin apo jo? Nuk pajtona deri diku. Asun e heq. Është interesant sepse Dafina ndoshta është ndër të vetmet artiste që e kemi pa në për koncerte deri në këtë, po themi deri në këtë mas, deri ku ka shku deri këto, për faktin se nuk kemi pas një tjetër që ka mbet shtatzanë dhe ka viju me koncerte, ose kanë qenë ato muajt e partë fillime që edhe nuk është vënë re nga audienca. Po përderisa ajo e ka zgjedhë këtë formë, mendoj që ajo i den edhe anët e tjera, i den edhe pasoja që ndoshta mund t'i ketë nga këto që i përmende edhe Erdoniti. Ndoshta deri në këtë fazë, deri në muajin e 8, se po flitë që deri në këtë muaj ajo ka vazhdu me koncerte, ndoshta është pak e tepërt, po besoj që është zgjedhja e saj edhe mundet me bo që ka do. Kështu që është vendimi i saj. Okej. Nuk po të pys për vendimin e Dafinës në këtë rast, po të pys a kështë mbajtë dhe ti koncerte dasme edhe dhe në mujën e 8? Kur mbes shtatzon po më të regu, sa mu i mja dalë. Ama jo, ndëgja, për deri sa ti një ish mirë edhe je shëndeshme edhe mundësh mja dalë, pse jo, du më thonë me vazhdu deri në atë momenti ku ti mundësh. Ma ndej pasojat janë për vetën e saj, gjithë që unë e mendoj që si femër mundit me i dit ajo edhe e din qka e pret. Po, unë e mendoj, ishala, uroj që tjetë shëndosh, të lindë shëndetshëm edhe ka që ma ndej sot ka vënire vullnet edhe sa ka dëshirë, du më thonë, pse jo dhe një momentin para se me lindë, para se me shku në salë me këndu, është diçka që nuk e bojnë krejt edhe është kur mund është pse jo. Se unë për vete po... Unë po flasë për vete si femër, ka njerë mu për qenë femëra që janë shumë të forta dhe nuk dërzojnë letë, gjithë që zda me thonë që mbete shtatzanë edhe me njerë dush me u... Zakonisht është që kjo që dëmdonje me shtatzanë, ta është dush mushtri, me najtrat, mushtri, po, pa tjetër, adin kjo është diçka që mu nuk kam pëlqen Jo, në mënej që sfida me e modhe në këtë rast është të këngëtaret pas lindjes, se ka shumë këngëtaret që momentin që e mbonon, e ka nalë ritmin e punës edhe, ose kanë qitë kongë shumë rrallë, ose kanë pas shumë pak koncerte, po që ato tani është sfida ma e modhe, nëse është femër e fortë dhe nëse për një me do punën edhe publikun, që ato mandej e mod vetën sa je e fortë edhe sa je e përkushtume në punë. Se gjatë shtatë zanis, për shumë në është a i shkon që ajo periuda ma e mirë me shiju. Pastaj kur linë, së është periud 9 mujore, kur linë fëmija i derisa të rritet, është një periud ma e gjatë që ki ko ma shumë për me shiju. Në shtatë Dafina kalon këtë periudën pas shtatë zanis, me shiju pak ma shumë dhe me ndalë pak në punën që ka pas. Unë më knash dhe koncert që e kom pas do video që më ka dalë, unë më knash të e pas, sepse kena pa diçka tjetër dhe që është shumë normale. Kështu që Allah i kofta asaj që së shnalë dhe me ushtri dhe me bo, dhe me thonë veç me hongre, nuk për mëjë si jëmë 7 zonë në fund të ditës, gjyshet tona asë që nullë të punu në aparara dhe si ka vetë kërkush, kështu që bega për mu është bega për Dafinën, për mendim temë. Na të regu që edhe këtë vetë,
si viteve më herët që duetet po janë on fire. Dhe më thonë, 2 këngëtar, 3 këngëtar, ndoshta po arrin me kap hitin ose momentin. Vjosa ke menu ti me bona i bashkëpunim? Unë ju e dini që kam bashkëpunime edhe kësaj, do më thonë edhe këtë sezon, kam bashkëpunime, po jemi në përfundim të realizimit të këngëve projektet që i kemi, inshallah realizohen që shpëdojmë na. A ke fillu me kështu? Po. Me kënë? Po së të regoj me kënë. Se këta lojme më njerë e marën. Jo, lojme, ajo, mësë fashë. Se më të regoj me shmu, mas një më të regoj me shmu. A për nasin da i këngë më në reper? Me qënë se zakonisht to mikset pak pop folk me rap janë trend. Po, pse jo, adin është diçka një ide e mirë, po për momente nuk është një plan konkret, po në qofë se kemi naj oferta po demo të mirë që përshtatemi dytë, se për ndryshë është pak probleme u përshtatë zhanrit popullor me në i reper, po pse jo, me dalë diçka mirë është diçka që dalë interesante dhe jëm shumë e gatshme. Vera, kuj do t'je 2025 si pas këtyre ditëve të nxehtat këtyre dueteve apo këngë single? Mendoj që më shumë do t'jetë dueteve, për shkak se dhe artistat që janë për të performuar në për klabe ose në për eventet ndryshme, janë zakonisht si miksem. Janë ose është për shembull është tajna me letrin, ose është tajna me dikë tjetër ose butrin, ti pa ma parasysh cili artist, edhe shumë shpesh i shohim që ato dueta, ato bashkëpunime që i bëjnë, i shfaqen edhe për para audiencës në për koncerte, kështu që mendoj që më shumti për verë ecën duetet. Edhe është interesant se si vjetë ka duetet që nuk jenë bo artistat për shandë ma herët, është letri me gjënësilen që nuk është që i kina po bashkë, ose tuna me dëtoni, nuk është bashkëpunimi tyre i parë, ose noizi me kitën. Domthon janë emra që janë të guxuar të provu duetet që nuk i kina dëgju ma herët, sepse nëse dëgjona për shandë gëtarë Selimin me Majkon, atave që jenë bo bosë në kuptimin e bashkëpunime, ose i kanë 3-4 copa dhe qysh e presëm një diçka që nashta ka me nxo me këngën Stjena Ma ose Malena. Kështu që këta emra që përgudzojnë me bashkëpunu, që si kina po kur bashk, ose që si kina menu nashta në një duet, edhe që përbojnë duete, këto menoj që kanë ma shumë ekskluzivitet edhe kanë përparësi të dëgjusit, se dëgjusin alit në guq ka janë të sjellë për shembull një këngëtare ekspresive, për si tuna me dëtonë. Realisht, do t'jetë verë e super ngjeshur me gjitha këto. Vjos, po të pyste kjo pjesa, pastaj ju dy me ndë një skandalet e 2025 të cilat kanë qenë për ty, për showbizin, jo për juve në këtë rast. Vjos nuk një shumë për skandale ose për roz këto pjesë, do më thonë një shumë e rezervume sa i përket edhe postimeve dhe këto skandalet. Që me ndën të është ma mirë? Tash po ta bëj pyetjen unë ty. Somi të na bëj pyetje. Tash po, një me pëse s'pëm Jo, unë nuk, me të drejtën, nuk është që më pëlqen t'jem pjesë e skandaleve, sepse e du një jetë shumë të qetë, du jetën private tamën që e zhvilloj në shta çdo ditë edhe jam e qetë me vetën tam. Më pengojnë pakës, sepse të na, du më thonë dush me bu një skandal për me qenë ena, apo me pas një audiencë, apo një imazh ma të fort, kështu që unë nuk vuj prej famës edhe prej imazhit ma shumë nështa, kom qef mës me unjof, po mës me pas skandale, me pas një imazh të mirë, se me pas një emër edhe me rrit emren prej skandaleve. Mu nuk kam pëlqen. Unë dina shumë ratë kom qef me flejt qetë edhe mu quit qetë, sepse pambarësisht që unë nuk mirëm nështa me tashëthëma apo me komentet që na vinë herë të mirë herë të këqija, po të paktën skandali pak është diçka që unë si tip nuk e kisha përballu. Do të me bu një skandal. Këngëtarët paras me nga të regu skandalin, a e përbëjnë skandalet me vetë iniciativë, në tonë me thirë hej përbëjnë aqë skandal, apo të qysh ndodhë zakonisht të kjo pjesa e bujave mediatike, të skandaleve të ftyrave publike? Nuk po besoj që ndodhë me plan, nëse... Ndoshta edhe ndodhë. Besan që edhe ndodhë. Ka rastet që më falë që mund të prej. Ka rastet që të thirët thot jam filan
restoranti me një x person, hajde po ma një foto dhe bon e lajnë. Konkretisht në është po e di për qa për thu, po jam pak disa qështje. Jo, është shumë e vërtet që unë kom pas shumë ofertat të ndryshme, edhe një shumë mirë një tep, që nështë kam pas shef vetëm pëse s'kam qenë pjesë e skandaleve si ftyrë publike, edhe më kanë ftu dhe ma kanë jep edhe idenë, të më thonë që shfar ideje me bo... Ka dhe gazetarë që ditëve të fundit ftojnë në telefon e thonë hajde bëjna këto për me dhez ose për me mri numër të klikimeve. Po, pa tjetër që ka, dhe më thonë kjo, po, kjo, dhe më thonë është diçka që ndodhë, dhe dinë edhe te, e dim krejt. Kryesisht jam të ditë se. Ama nuk, hajde po i vojmë edhe idenë, dhe më thonë, e ka njep një ide që unë vish kom pas qef me qenë kureshtare, me pa qëfar ideje, edhe po s'kam pas interesa dhe më thonë... Si e pro kësaj? Jo. Okej. Egzon? Ka prej atyre që e thamë, se unë nisa njëherë të thonë që s'ka për faktin që, për shambull, artistat që janë pak më të mëdhenj, po them për do skandale që nuk i presim as na, nuk po besoj që bojmë planifikime. Si që ceku edhe Vjosa edhe Erdonite, po besoj pedi për disa shambull konkret, për çka edhe të regojnë ashti çka me bo për shka këtë klikimeve, ose veç thjesht mu konë në qandër të vëmendjes për me arrit me kap qatë momentin, po këto skandale të mëdhaja nuk po besoj që ndodhen vetëm me planifikim. Cilën e kështë cilësu si skandalin më të madhë, gjenë më tani? Ose buje mediatike, se skandal së që në përdisë këna pasë. Skandal, realisht nuk po me thonë një ose diçka konkretisht, kanë ndështë, apo nuk jam prej atymve që mund është me thonë skandal. Po për shamull, kjo që ka bë buje madhe, kjo e fundit e ferës. Kjo rikthimin muzikë, sepse u tërhaq përfundimisht prej muzikës, boni deklarata shumë të mdoja që nuk ka me u rikthy kur ma në muzikë, ka me fshitë gjitha tekstet, këngët eksplicite që i ka pas, dhe realisht kjo rikthimi ke një buj, ku ta shpeshohem që edhe në për klipe, po vazhdojnë si kur se ka qenë në fillem. Ndështë kjo mund të themi që është e këti viti, për faktin se nuk e kena prit. U kom pak ma interesant. Ndështë ka fillu viti me reality show të ndryshme në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe nështë buja ma e madhe u konë që atë që zagonisht po ndodhë, kur po ka reality show, po ndodhë që këngëtar po mesin nështë pak në hije edhe nuk është që po bojnë diçka që me bo shumë të madhe. Te Fero kështë ashtu dhe pjesën e kujdestarisë vajzës e ti edhe kritikat që i ka pas për motrën e Vjosës, po jo Sajminit, për avukatën motrën e Vjosa Osmanit, dhe më thonë, forma qysh ata po përballën me ligjin, në këtë rast Fero ndoshta është prej atyre lajme ma të bëshme deri më tani. Zagonisht ndodhë që në showbiz skandalet me fillu verës, ose me qenë ma prezente verës, kujtojt rast i vitit kalun me Noizën e me Stresin e me rajen e një personazhi publik TikTokut që ka ndodhë me një klap. Pastaj kanë pas edhe probleme tjera gjatë verës, ka qenë skandali i Pididit që na ka prek paka shumë e neve, kena diskutua dhe... Realisht përbjen që këngëtarët po bojnë një skandal gjithmonë para se me bo një këngë. Kongën e re një skandal ti, tani e qëtë kongën. është konsumu si strategi, besam. Se nuk është shumë afat gjatë, kjo është diçka që është shkorta dhe se di, ata që kanë guxime nështë apo që mendojnë që është e mirë, pse jo, ama s'kisha me thonë. Po është konsumu si strategi, mja hek followen, për shumë nëse i në lidhja ose i martun, tani me qitë një kongë, ja unë dajtë, një së ndajtë, në të vonë janë sa... Po tani veç po bom për një me këtu farlojat. Kalojnë pjesë. Po nisim për hajgare, realisht. Jena shumë praneshëm rrjetet sociale, dhe tash një follow ose një heqje followet e konfirmon gjithë shka. Për vjerin aty kur s'ma bëjnë like. Shtë që... Ko është ashtë? Du më thonë njerës të rrethë. Okej. Ertë në si e, jemi. Shkollë ka bo like. Fajmë derit, jo si o ti e kujdes shme. Jo së nuk po më pyet një kur gjak, shtë që në vishta bona një pytje. Që, po du me kalu realisht tek një pjesë që e kemi mendu, po për e nisi prej Vjosës, pasaj po kalujmë tek ju dy. Shpesh herë kemi hasë në këngë që i kemi dëgju edhe në gjuhë tjera, që jënë marë prej këngëtarëve ose që jënë këndu para shumë viteve,
jënë këthyën modifikusa do pak edhe jënë bo Shqip, ose edhe kundërta se kemi edhe kongë Shqipet që i kanë marë persona tjerë. Sa po vjedhen kongët të në estradë, Vjos? A kemi vjedhje, as kemi. Se në mësumish me folë për vota, tash për flasim për muzikë me vjedhe. Veç amunësh. Veç amunësh. Zotin, këtë kongë të hitit që janë kongë tona, të shpëtëm tona, se janë të vjedhën avu do këtë shumë shprejë. Pak e vrasht si shprejë, po... Ndështë pak ma mirë, se po ta tamam dy vjedhëna. 100% me instrumental, me gjithë shkaja është e vjetëna. A nëse shkon inspirem, janë 2-3 tingoj në ajsan që... Ujnë e nëzit nuk mëjna me zbuluaj, du të mu inspiru, se ujë është zbulu ma ti. Po, ama jo me marë 100% bitin edhe veç me bosh qëpë, se ajo është e vjetëve. Se ajo për shkangë është hit, nëse merë për shamu në Romania, po... Ka po vjedhe më... Ka më falni, nuk jo ka po vjedhe. Ka po kopjojnë më shumë artistë tanë, sa im dhere për këzonë. Hala nuk u mujtë me zbulu, nështë ta nuk u më qenë shumë kërështare me ditë ka. A e kina i kongë të inspirume? A e qëfar zbutja po në dhe, a e kina i kongë të inspirume? Na i kongë të hujet. Që e inspiru edhe ke bo? Unë ndëgjoj shumë kongë të huja, po nuk është diqka që moj me thunë me bu këtë kongë. Hala dhe risa së më ka ndodhë, po i ko marë të gashme, nështë ata kanë vjetë, po nuk është që... Do më thonë ndodhë që mësë me ditë këngëtari? Po, nuk besëm që jo. Ndodhë që dhe na i kongë e jamja është e vjetëne, po nuk është që... Që ti e koni informë? Jo, dhe risa nuk ka dalë asë një kongë, po nëse më ofrot një kongë e mirë që nuk është prodhimi jone. Ke që shke? Besëm që e kisha marrë me shumë qef, sepse do më thonë kjo po funksionan edhe është o ka dhe shumë mirë, edhe nuk është që ka merë vesh populli, do më thonë ku e ke marrë, ku se ke marrë, vetëm apo është një kongë mirë. Egzon? është realisht me publikimin e kongëve dhe me pas me analizimin dhe me shpërndarje në përjetës sociale, po mirët vesh gjithë shka dhe cilat kongë janë të kopjume, që mos themi të vjedhur ashtu, sepse ndështë ka ndë një tekst ose naj pjesë, naj muzikës diçka që e kanë kopju, ka ndështë një pjesë e artistëve që kanë këngë të tila, dhe pse nuk mundemi ne me identifiku të gjitha, por që mendoj që vjedhen më shumë ose kopjohen më shumë më mirë themi prej të huajve. Në Kosovës e në Shqipni nuk kom pa që artistët ka marrë shumë për njëni tjetret, veç se që ta shkove të fundit është bëha dhe trend, kjo rikëthimi ose i refrenet, po normal me lejen autoret, si që ka ndodhë me Tajnën, kongën e rej që ka bësë të fundit. Ka ndodhë dhe me Shaqir Cërvadikun po, Shaqir Cërvadikun, që ka qenë një super hit. Po, që ajo që është rikëthy, edhe është mirë ndoshta edhe për këto kongë që i kanë aktualizu, kështu që po besoj që është mirë edhe për këto kongë të vjetra. Po, kryesisht prej të hujve marrin mas shumëte. Kanë vjedhë ma herët ma shumë, kongë, se jo vota, për arsye se... Jo, për shkak se ka pas ma pak qasja në rrjetet sociale në YouTube, edhe nuk është që njerëzit i kanë vrejt shumë ato kongë që i kanë marrë prej këngëtarëve turq ose bulgar ose grek. Po dhe po edhe qasja me kuptua është e vjetë, ta jo kom pak ma e... Nuk ka funksionu YouTube-u anë atë. Për shembull ta është edhe copyright në YouTube që nëse e merë, ajo ta blokon me një herë. Për çfarë më herët kanë marrë më shumë? Ariane, nëse jemi gati, kisha kërku një këngë, me dëgju, me e pa, me e shiu. Realisht ne kemi zgjedhë bashkë me stafin e emisionit Ftohtë Nxehtë disa këngë. Realisht unë i kam edhe këngët origjinale dhe të kundërtat. Këto shqip di me lexu, këto origjinale, nga laru mi menë se nuk di gjysën me lexu. Kisha dasht me shku me këngën e dytën dhe tuna du, 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 du. Okej, ne mujnë edhe me folj, jo, le edhe pa këngën. Do më thënë është për afërsisht e afërta. Paka shumë gjashmëria. Jo, dështove halo para se më dzirë. Jo, dështove kongën halo para se më dzirë. Jo, realisht jënë kongë që jënë bo virale edhe në TikTok. TikTok momentalisht është një ndër rrjetet sociale më të frekuentume dhe me klikimet shumë ta.
Qka merr mendja për këngën e... Qka na mbet nga dashuria nga Dani? Ajo është greqisht. Tutto kompleto. Greqisht? Po. Që ti dhe Kjo vetë se u patë publiku ma herët, u patë bo shumë kështu virale në rrjetet sociale. A është kjo tash kopje ma vjedhja? Po ta, kjo është kopje. Jo, është ndoshta për shembull bitin. Këngëtarët për këtë arsye pyeta edhe Vjosa më herët, që ndoshta shumica e këngëtarëve as nuk e dinë çka do ndodhë realisht në këngët e tyne, sepse në moment që ti shkon e dëgjon një këngë, meqense Vjosa, Jopo dhe shumë artistë të tjerë nuk është që i realizojnë këngët vetë, domethënë shkojnë te producentë ndryshëm, i dëgjojnë këngët, marrin e blejnë e paguajnë, është këtë në rregull. Pastaj çka ndodh më atuti është tjetër mohabet. Besëm që është akur të lansohet kënga, projekte. Producentin, se ta ka shik një këngë vjet. Po tani mas po met kur gjë. Derisa për shembull Vjosa në këtë rast, po e marr shembull se është këto. E paguan një këngë 5.000 euro, për marr shembull. Edhe ajo pishitet e vjet, që pse më jap 5.000 euro kur mundet me marr bitin vetë edhe me apo dhe s'ka nevojë më dhë 5.000 euro për çfarë? Do shmi ndru të se në aty se muzika s'du të më kom për shamu drumë si e njëjtë, trup të dyja, se automatikisht copyright. Vrejet e njëjta, që po vrejet këtë rast. Do të me ndru. Po nëse bëhet kënga, nëse ndëgjohet shumë edhe bëhet heta e këngë. Po në këtë rast për shkak në këtë rast po themi e ka vjedh Dani, nuk po thonë e ka vjedh kompozitori ose kush e ka bërë, nuk po flas në asnjë moment që janë të vjedhta, këngë gjasojnë. Për më këto këngë që kemi zgjedhur gjasojnë në anën tjetër. Po gjasojnë. Shkojmë me një këngë të Sabri Fejzullaut, Loj pas shpinën. Që po thot Vjosa, kur është kënga e mirë, pse mos më kopiju? Me ditë me kopiju. Ta më pëlqenet. Kur të kopijësh, me ditë me kopiju të duhurën. Okej? Shkojmë atë këngën që e kemi diskutu gjithë. Dhe Grejsa shumë herë në Big Brother, konë që t'je diskutimi. Realisht, kjo këngë është këtë drejtën me i bletë të drejtat. Po, edhe në gjënë, që ose vetëm e merë vesh është një këngë e kopjume. Pse mësë me pranu dhe më do në qërë. Dhe në kështë spajtona pak me njerës që në qofë si e ke kopju, dhe më do në dilë ashiqare, aptas edhe thuje, sepse është diçka që nuk... është një këngëtare serbe, që s'pu du mja për në emrin. Ajo është e fiksume pas muzikës shqiptare. Edhe e ka marrë këngën Hajde Lujqi që e këngën Dubai që ka është e Roneles, këngën Habibit, Kapitaltis edhe Angela Peristeri, dhe më thonë, ajo i ka marrë edhe del hop të azit regon që janë këngë shqipe. Po, hitin për shambull? Ka plët këngë, që për shambull këngën me Koranin që kemi, ne është do artista shumë të njohur në Rumani, në kanë kërku me marrë këngën edhe është boja këngë në Rumani, dhe më thonë që edhe atje i shpëlqy jashtë mase. Hiqi ding nga Gëtuar Selimi dhe Luiz Eli. Qa ta merë mendja, është jënë të kopjume? Muzikë ndër nuk në ketë. Këta janë ma gjare me kopiju. është për një këngë turke. Monitin. Po erdënet. E kemi kry këtë pasë. Shfar do këngë që më ofrohet, ka me të pyti. Unë jam Shazam. Ta dëgjojmë pak pjesën turke. Ka ngjashmëri në... Okej, shkojmë edhe me këngën e tani më deputetës të Republikës së Kosovës, Edona Lalloshi, me këngën Pik në zemër. Kemi zgjedhë këngë vjetra. Isha kërku në dim prej Arianit që shumë e shqiptu. është një ndër filmat a serialat ma të pëlqyme edhe ma të kliku.
Nuk po dëgjaj? Filmit, okej. Do më thonë që edhe një ngjashmëri që kjo këngë është, do më thonë, shumë e vjetër që është lansu. Po kalojmë tek një këngë tjetër nëse nuk gaboj, të Sinan Vllazaliut e dëgjum? Jo. Okej, një këngë të Sinan Vllazaliut. Gabim Kjo këngë. se të dish tashi. Pse të po thu që është turqesh? Sustum. Sustum. Erdonit më të qazimit. Dhe ngoj muzikë turke shumë, se e tjere gjuhën, që ta për kam malet. Okej, wow. Shkoj me Yll Limani. Ta vina volaj. Sa shumë je zbukuru. A? Faleminderit shumë. Në dhe weekend. E këndodha dhe ju, dhe dhash kompliment se për shkëlqeni, gjithë. Faleminderit shumë. Nuk e dëgjum pjesën e Yllit, nga është marrë kënga, se arrum se kam të jep komplimente njani me tjetërin. The Weekend. Do është në The Weekend, okej? A na kam betë edhe ndonjë këngë tjetër, me qenë se ka lista shumë e gjatë e këngëve që i kemi zgjedhur. 2025-ta, më shumë këngë të huazume, apo këngë originale që përshfaqen gjerë më tani? Ty Vjos nuk më të pëstu se di çfarë përgjigje kemi këtu. Por tash në falë, para se me thonë. Këto janë hite dhe janë këngë që gjynat që tha dhe Vjosa majerët mësë belen pak një inspirim, mësë me gjithë që janë këngë të bukra. 2025. Po, duke marrë parasysh që kemi shumë artista, që jenë bosi të ri, si këta gjeneratës pak më të vjetër, po themi që janë treg shumate, edhe duke pa që këngë dalin vazhdimisht edhe ka thuaj se gjdo javë, gjdo 2 javë, gjdo një muj, është shumë problem që mës me pas, me qenë krejt këngët originale, është shumë problem mës me pas naj bit, ose mës me pas naj fragment, ose diçka prej naj këngët huj. Tu e marrë parasysh që vazhdimisht kemi këngë, tash normalisht që nuk mund më këngë krejt originale, është pak problem. Vjos, a i kështë thonë jo një këngës tilë për shambull, edhe nëse e kështë ditë, si këngëtare. Do më thonë, a ishe një keq nëse me thonë, a ishe një keq nëse të kësha thonë për shambull? Se mos me bojnë, po më kritikojnë. Që Jo me këta dy thonë nuk drejtë jëve që në tjera, apo bojnë Allah për momentin. Për shambull që kënga me një ndër këngët e tua, që unë e kom dëgjua dhe kom kënu me Ljosh Gëtzemrës, ka qenë kënga me Hekuran Krasniqin, nëse ajo këngë kishme qenë e huazume ose kështu. A e kështë bo dhe nëse e kështë ditë? Me shumë qef. Me shumë knasi. Pëse me qatë këngë vinë klikimet, vinë koncertet, vinë paret, vinë dasmat, pëse nëse bo pak këngë të rëndësi mirë? ka sa komentohet, apo sa ka... Shumë e vërtet. A shëtëme. Në media. E ka kopju, se ka Jo, kopju. pak nuk bën kur gjë mirë. Për pak se këna këshyrë kur. Që shke refreni këngës Vjos? Veç mu, aty në mësja kënda, veç mu. Kthehu jeta jeme, kthehu të vendi ku thoshës nina vetëm, aty të vendi mua do më keshë. O grani, o shpirti jem. O, që shme vazhdu. Okej, Vjos nga tërgove që planet do i ke bove që gati e tu e realizu, këngë të shumëta, apo nga zbulen aj këngë, nga i tekst, a ishë, ke vendosë mës me fojt desat e... Jo, po këm qirë, do me thonë, mës me shmalos krejtat, sepse kemi edhe pak punë, do me thonë, edhe pak me përfundu, nështë ta me përmisu pak me shtu me hek në tekst, edhe shpese që shumë shpejt kemi ndëgju edhe... Edhe qëtu mu dok bukër? Po mjerë mirë, se kove të unë të qenë shumë aktive në intervista, apo qështu si e dok? Qfar komplimenti? Falimderit shumë për fjallë mira, besëm që po mbor me undi i mirë, si zakonisht. Po shkëllqen dhe që edhe një dasë me pas bo, se ma mirë se shtë E bojna dhe dasë. E bojna, bravo. Që edhe njerë, se kërë këm qef mira atu. Okej, Exon, 2025 ta e kuj do tjetë nëse jo e Dafina Zeqi?
Po, Dafinën tash po e lëm në pushimin e lindjes. E vërtet. Kështu që ne i përmendëm disa nga artistët, ndoshta që janë më enë, po them për këta që janë edhe po bojnë kong pak ma shumë, po edhe që janë shumë aktiv në për klobe, në për eventet ndryshme ahengje, kështu që ndoshta janë këta të njëjtit paka shumë, Tajna, Ledri, tash Butrinti, këta si zakonisht që janë gati çdo verë. Pa i përmendësht edhe këta tjerë që janë aktiv me... Kida... Për që janë dashurin. Okej. Nasha është përgatit ashtë për verës, që do të një edhe pak largë verës, po si do të shumë? E kemi po që në rrjetet sociale i ka paralajmëru disa kongë të reja, po që më duket këtë periud ka qenë pak më pasive në muzikë. Erdenet, 2025. Po vajtona me Gzonën, që ka me qenë vera e këtyne emrave që paka shumë jemi mësu, për shumë Tajna, Don Gjoni, Ledri, këta jemi mësu, po në është ta vera ma shumë ka me qenë e këngëtorëve të dasma, sepse kanë me qenë ma shumë të angazhume dhe detyrimisht do të me prua dhe kongë të reja dhe potpëria dhe gjonat që një farë forme, edhe pse sezoni kapet veç ma heret, po prapë se prapë me kap data, me kap dasma, mendaj që ma shumë ju ta kanë këti të gasterit, të estratës të quaj kështu. Pas verës, në 8 orë, ju presë në studio dhe mi pasë kush qka ka bu Erdenit edhe Gzon, ndërsa ty në 8 orë edhe 7 orë edhe mujve tjera të presë me kongë të re. Kështu jena marrë vesh. Shumë vërtet, falenderit shumë për Falenderit shumë për kohën, na e zbukurut këtë djelje edhe ma të bukur. Falenderit shumë për tesën, është gjithmonë knasimi që në emisionin e ju. Se zakonisht unë ndiva shumë rahate dhe me qef të edhin që vi dhe më banë me unisin shpintame. Falenderit shumë. Falenderit shumë, e Gzon? Falenderit shumë, ishte knatësi edhe për mu. Knatësi, Erdenet? Shimin të torë. Një falenderim për brendin ketë që përkujdeset për veshjen time, ketë që në gjeni në shumë pika në mbarë Kosovën, për edhe online, sigurisht edhe për flokër të mejtës, hair salon dhe osën dhe stafin e mrekullueshëm atje, pa dyshim që bashkë sot për 1 orë 30 minuta u knaqëm me ato qëfar kemi sjellur tek ju, ndërsa ajo pjesa atmosferës që edhe na boni sot pak me vujt, pak me qajt, është Loreta, po vitet te pak. Qysh kalove sot me neve në këtë djelë? Mirë shumë si gjithmonë, me 21. Falenderit, babi mirë, lau mirë. U kraj edhe i zbulu me do kongë, zbulu pak edhe për filmin krejt. Lëret, kur po vëna bje në kongën ti? Kongën shumë shpejt, qysh... Ja, ke njës, po mdo këtë... Në storje ta kum pa ditë shka që ke fillu? Po, jam të e bo një kongë para verës kismet... Me lansu. Ja, ke njës me dasma me mrami mirë, kështë? Po, mirë. Halo, sezona e dasma vjo taman, veç ka pa. Par diaspora, se anisim, na kur gjëmë. Po du me undalë tek konga super virale që është në rjetet sociale në TikTok që ka grumbullu s'di sa mi klikime, bashkë me kolektet të në shkollë duket, miliona, realisht, bravo. Falemderit që më më këtë gjëmë. Ca miliona? 3 milioni ka... Zgate për 4 masë, dhe tash për kënojnë ana, e bojnë edhe 1 milion bashkë, e bojnë 4 miliona, o bo? Po, ajo kongë dhe me thonë ka rjedhë me shoqnin e klasës që nga ka mejtë prej fakultetit, edhe veç spontanesht hajtë për kënojmë gjithka, hajtë për bojnë video, hajtë për postojmë edhe krejtë që shtu në konë, shumë spontane. Qyshke? Telat e zemrës prej Remzi Osmanit. Një përshëndetje për Remzi, për aknona pak telat e zemrës, mas ne për përmbyllim bashkë këtë djelë me një kongë të Remzi Osmanit. Hajde pak të shkojmë TikTok, do më thonë njëra në TikTok, është live. Telat e zemrës ti mi ke prek, jam përvëllu mas te e krejt, se vetëm ty atë kam jet. Hajde dashni ti mos unal, kale krejt venisim ke kal, se vetëm ty krejt i fal. Mas kësaj kongë me 3 milion, ta është edhe me 1 milion, dhe me 4 milion, po e përmbyllim bashkë me një kongë tjetër të Remzi Osmanit, edhe po i themi gjithë mezhve më të mirë të radio televizionit 21, që do të qemi të djelen tjetër me orën 15.